Atër dashur kam sot të ftuar përmes platformave tona online etnologun Rini Huseini, me cilin do flasim mbi konferencën që na u mbajt në Institutin e Shqiptar për Trashëgimi dhe Kulturë, por po ashtu edhe në përgjithësi për besimet, besytnit dhe ritualet. Përshëndetje Rini, shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Dëgjohemi? Siç duket, kemi pak probleme teknike, do provojmë edhe njerë të lidhemi. Siç e ceka, do bisedojmë në lidhje me besimet, besytnit dhe ritualet të shqiptarë. Dhe më thonë që kemi, disa nga to mund t'i dim, disa ndoshta dhe jo, disa i bëjmë akoma, apo i mbajmë, le të themi, si traditë sot e kësaj dite, dhe disa të tjera janë harruar. Dhe po ashtu ndoshta për këtë arsye dhe kryesisht për t'u informuar më tepër mbi këtë temë, është mbajtur dhe një konferencë në Institutin e Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, ku janë diskutuar punime dhe diskutime shkencore mbi këtë temë. Nuk e di nëse jam në rregull tashmë të lidhemi, apo duhet... Si duket duhet presim akoma. Unë vetë jam informuar paka shumë se çfarë është folur në këtë konferencë, por që etnologu ynë do të na shpjegoj më mirë le themi dhe më në detaja. Ndoshta disa gjëra që tashmë siç e ceka akoma i praktikojmë, disa të tjera dhe jo, disa të tjera ndoshta do na duken edhe të çuditshme apo të habitshme. Dhe mund të kuptojmë dhe më tepër mbi prejardhjen e tyre dhe pse ndodhin, domethënë, dhe arsyet, le të themi, dhe rrethanat që i kanë shkaktuar këto rituale apo besytni, këto besime, le të themi. Se sa ndryshojnë, le të themi, po ashtu këto nga krahina në krahinë, nga rajoni në rajon, nga qytetet, nga fshatrat, dhe se çfarë ndikon tek mbajtja apo tek ruajtja e këtyre besimeve, besytnive dhe ritualeve, që gjitha këto do i kuptojmë më tutje në bisedën me etnologun, të cilin besoj tashmë jemi në rregull dhe e kemi në lidhje. Përshëndetje Rini, uroj që tani më dëgjon. Përshëndetje Artemisa, patjetër u dëgjoj tash. Është problem kur jemi kështu në rrjetet celulare, interferenca edhe me linja tjera, kështu që ndoshta prapë ju kërkoj falje. Pa merak, unë vetë se e bëra, le të themi, para shumë një hyrje, fola pak për konferencën që u mbajt tek instituti, po dhe në përgjithësi për besimet, besytnit dhe ritualet, le të themi, shqiptare, që besoj disa nga ato i praktikojmë akoma, disa vetë se janë humbur, ose ndoshta dhe rrethanat pse, ose arsyet se pse ekzistojnë, edhe besoj dhe dallimin e tyre në përkrahina të ndryshme, dhe besoj që për gjitha këto paka shumë do na informosh ti sot. Dua flasim në përgjithësi, ndoshta, cilat disa nga besime që i kemi praktikuar apo besytnit dikur dhe të cilat vazhdojnë akoma në ditët e sotme, të paktën tek ne. Po, besimet janë një temë shumë e gjerë, sa i përket, domethënë, përmbajtjes së tyre, të cilët janë të shpeshta, kanë qenë domethënë dikur si pjesë e jetës së njerëzve, sepse ata gjithmonë njerëzit në të kaluarën kanë menduar që nëpërmjet të disa domethënë ritualeve dhe praktikave të ndryshme, të cilët pra shfaqen si besime, të ju sjellin bashkësi, njëkohësisht nga frika e natyrës, domethënë duke menduar se do t'ju sjell diçka tez ose do t'ju sjell diçka mirë, ato gjithmonë kanë praktikuar në një gjë e cila është i lidhur domethënë me jetën, me mbështrimin e jetës dhe njëkohësisht edhe me zhvillimin dhe më tutje me evoluimin e jetës. Kështu që ka pas praktika të ndryshme të cilat janë bërë të themi në thojza kështu fuqive binatyrore për të pasur të mira. Këto gjëra janë trashëguar pastaj brez pas brezi dhe kanë ardhur deri në ditët e sotme nëpërmjet të disa relikteve të cilat paraqiten nëpërmjet të disa festave të cilat tashmë të kalendarit popullor, të cilat tashmë bëhen vetëm në mënyrë praktike pa u ditur qëllimi i tyre. Për shembull, ka ekzistuar më herë, domethënë që nga kohrat e lashta, besimi në gur, apo besimi në pjesën të themi që guri është një element i fortë,
dhe në këtë aspekt du ja jape forcin, apo besimin e gjarë për rinë e shtëpisë, i cili ka qenë një lloj mbrojtëse e njeriut ndaj komunitetit apo mbrojtje e familjes, se cila është një ndër besimet e cila është ruajtur shumë gjatë dhe thuhet, domethënë nga autorë të ndryshëm, që është një besim që është na ndërlidh edhe me origjinë me ilirët. Kjo mund të shihet edhe në shumë të themi monumente votive apo në monumente të ndryshme arkeologjike, ku është figura e gjarprit, kjo është pjesë nga arkeologët, pashtu një besim është edhe besimi i diellit të cilin e shohim neve, domethënë shumë elemente në veshje apo edhe në flamurin ton të shtetit, njëkohësisht edhe në flamura të tjera, është një simbol kultik tek dielli, tek ilirët, më fal, edhe tek që është pasuar pastaj jo vetëm tek ilirët, po edhe te popujt tjetër të cilët janë të vjetër si të Babilonasit, sigurisht të Fenikasit, Egjiptasit e tjerë. Domethënë asnjëherë nuk mund të themi ne që është diçka totalisht e jona, se përmjet siç e themi nëpërmjet besimeve, nëpërmjet ritualeve, ne besojmë që bota është universale dhe njerëzit nuk janë që domethënë është diçka vetëm e jona, por kur hasim në një vështrim më të gjerë, shohim se disa praktika rituale janë të përgjithshme, janë të përfshira edhe tek popujt e tjerë, sikurse në besime, pashtu edhe në këngë, në balada, i gjem në gjithashtu modërzimet e larta, sepse gjithandaj kanë evoluar praktikat e njëjta. Kanë faktikisht ndonjë rol, le të themi, ndonjë rëndësi të veçantë, le të themi këto besytni, këto rituale, në një popull, dhe si lidhen dua di pak me rastet kyçe apo eventet kyçe në jetën e një njeriu, qoftë lindjen, vdekjen, martesën apo le të themi momente kyçe të tjera të një jete. Po, zakonisht neve ende jemi të tillë, domethënë kemi një bestim të fshehtë që diçka, domethënë nëse bëjmë diçka të tillë, duke thënë që nuk e besoj, do të ketë sukses, sikurse të themi në lindje, të fëmijët zakonisht i bëjnë me kur janë foshnja, i ngjyrosin me ngjyrë, i bëjnë me ngjyrë të zezur tek pjesa e ballit, ose do t'ju bëjnë një shenjë të caktuar në pjesën e trupit, qoftë kjo diçka bimore, diçka të themi metalike, në mënyrë që t'i mbrojnë nga msyshi, sepse besohet në popull thjesisht që msyshi ekziston, ose kundër magjisë të zezë. Pashtu të themi edhe në martesë, ka shumë raste kur për shembull ka diçka në lidhje me martesën, kur njerëzit thuan që i ka bërë dikush magji, ose i ka bërë, të themi ndonjë e ka parë keq ose diçka të tillë. Ende jemi domethënë sa i përket jetës, pashtu kemi edhe magji, të themi imitative, i thonë në gjuhën shkencore, bëjmë gjërat që të përsëritën gjërat pozitive. Domethënë kanë menduar deri vonë është praktikuar në ritualin e verës, edhe për shembull të themi përdorimi i verorëve në përduar të fëmijëve, ose dikun i thonë martin apo spilkesh, në mënyrë që t'i ruaj gjatë verës, që të mos rrëzohe, apo të mos u shkojë keq. Njëkohësisht kanë përdorur edhe simbole të ndryshme si përdorimi i vezës, e cila ka qenë dreshmëri, ka pasur raste sa i përket martesës, sikur se tham, që për shkak që tu ecet dita mbar, kanë pasur domethënë mendime, kanë bërë veprime të caktuara me besimin që do t'u ecë martesa mbar, sikurse për shembull kanë mpir ujë nga opinga e burrit, dhe shumë gjëra të tjera të cilat janë shumë interesante, të cilat kur i mbledh domethënë në terren të duket diçka e çuditshme, por që praktikisht ka ndodhur dhe disa gjëra ende ndodhin. Ndryshojnë këto rituale, këto besytni, këto besime nga një trevë në tjetrën, apo nga një qytet, nga një fshat në tjetrin, rajone, mes rajone? Po disa janë të njëjta të thuash prafërsisht, domethënë në vetë kuptimin e tyre, sepse për shembull besimi që domethënë duhet të ndrosh rrugën gjatë për shembull gjatë martesës, kur ta marrin nusën është dashur ta ndrojnë rrugën, me besimin që do t'u mos kthehet për shembull në gjini ose t'u ecë mbar,
nuk duhet ta ktheje kokën, nuk duhet të ulet domethënë kur të hyjë në vetur ose përpara në kerr mekali, si thon. Domethënë disa bestytni me qëllim që mos ndodhë diçka e keqe, dhe diku do është bërë domethënë në një mënyrë, diku në një mënyrë tjetër, mirë po me qëllimin e një gjithmonë që të shkojnë mbar një martesë ose diçka e ngjashme. Për shembull, ose besoj që edhe kjo rriti që e përmendë ti gjatë vdekjes, nuk është mirë domethënë thonë në besimin që nëse shkon në varreza dhe domethënë jenë pjesëmarrës në varrezë si pjesëtar, nuk duhet që të kthesh mysafir tek dikush tjetër ose të jesh domethënë mik dikun, por duhet të shkosh te shtëpinë tënde në mënyrë që të mos ngjallesh tek ajo shtëpi vdekje të tjera. Janë ta gjërat të cilat janë të përgjithshme. Pashtu besimin për shembull tek portësia, bën vaki për shembull dikush thotë jam nuk i besoj këta gjëra, mirë po kam ndodhur raste për shembull që i ka rënë me dorë, i ka rënë tavolinës ose diçka të tillë, dhe kjo tregon që dikur është besuar që domethënë diçka e fortë po shteje, do të mbrojnë nga ndonjë e keqe, domethënë kur flasin për diçka të keqe, thonë ty be stakfurullah për shembull kur e thon, ajo është diçka që lidhet me bestytni, domethënë me besime që diçka mos ndodhe, domethënë jemi edhe ende të tillë pa dashur disa gjëra i bëjmë i lidhim me bestytnitë. Gjëra që ndoshta i bëjmë pa e kuptuar edhe vetë, nuk e dim ndoshta origjinën ose që po i bëjmë, po faktikisht po i bëjmë. Dua di pak se si po bashkëpunon le të themi ose bashkëton modernizimi tashmë me këto besytni apo rituale. Ka ndihmuar ndoshta pak të hiqen ose pak janë shndërruar në ndonjë le të themi në ndonjë formë tjetër, si bashkëtojnë njëra me tjetrën? Po njerëzit, domethënë psikologjikisht ende bashkëtojnë ato, po pasi për shembull kemi besytni moderne. Për shembull nëse ka vdek dikush shpejt, domethënë para 2-3 ditësh, edhe ka bërë ndonjë shenjë të caktuar, ka thënë miru pafshim, do të shifemi, se dia do shifemi, edhe më njëherë pastaj do të lidhin me ato që ai e ka parandjej, kupton? Ose me një, për shembull, nëse ka ndodhur një fat i caktuar në një, për shembull ke përshkruar një rrugë që ke pas sukses gjatë asaj lëvizje, edhe dikush e përshkruan rrugën e njëjtë, për shembull të themi një student, nëse kalon nga një rrugë, e merr një vjet që pastaj prapë shkon te rruga tjetër ose bën një veprime të njëjta në mënyrë që t'i ndodh fati i njëjtë ose nuk bën veprime të tilla që mos i ndodh fati i keq. Pak a shumë janë këta lloj të bestytnive të cilat njeriu mendon, ose të themi edhe shumë të tjera moderne, si duke ditur që për shembull që fatin nuk e përshkon një filxhan kafe ose horoskopi, ne jemi të prirur të tillë që mendojmë që me të vërtetë e ka gjetur dikush që ka qelluar, edhe pse përgjithsisht i thon gjërat e njëjta, domethënë në vija të trasha janë gjërat e njëjta të cilat secili njeri domethënë i përjeton në jetë. Në mbajt edhe një konferencë tek Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, apo jo? Dua të di pak se ndoshta cilat ishin diskutimet apo gjetjet më interesante që kjo konferencë solli dhe po ashtu sa i rëndësishëm është faktikisht dokumentimi apo faktimi i këtyre apo ruajtja e këtyre besytnive dhe besimeve. Po, në Institut të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve u mbajt konferenca vjetore, që mbajt zakonisht në maj, si fillim për shkak të ditës trashëgimisë kulturore që është më 17 prill, pastaj duke e parë që 17 prill është shumë herët për të gjithë konferencierët të paraqiten për tema, ne vendosëm që të jetë në maj, dhe këtë vit e kishim ritual, kishim si praktik një temë tjetër, besimet si këta, si që thamë deri tash, dhe besytnitë shqiptar, ku lajmëruan profesionistë të fushës, etnolog, folklorist, pashtu edhe profesor të gjuhës, të cilët e lidhen shumë mirë me etnolingvistikën. Dhe të themi pat temë interesante, ishte një ndër temat interesante ishte që janë dillakeqe, domethënë ritualet e besimet në popull në viset e Tetovës dhe Gostivarit, që kishte studiuesja e njohur Edi Beselimi Osmani, e cila është një ndër studiueset
e minjohura në Maqedoni të etnologjisë dhe folklorit, të cilën njëkohësisht i dham minjohje për punën e saj, për kontributin gjatë jetës, por edhe pas pensionimit. Njëkohësisht punim të mirë pat e nderuara Leontina Gegamusa duke folur për rituali martesor dhe besimet popullore në këngët e traditës gojore. Nga terreni studiuesja Arnora Dushi patë një rrëfim sa i përket studimit të rrëfimit si besimi dhe shenjta si medium ndërmjetues në rrëfimet personale. Izaj Murtezani na foli për jetën e natës apo për lugatin, duke na folur më shumë edhe si nga terreni, pasu edhe në çështjet sa i përket edhe çështjeve teorike, sepse është shumë e rëndësishme në një konferencë të ketë edhe analiza të fakteve të cilët siç i tham në mënyrë populiste dhe ne të dy, domethënë në bazë të terrenit. Pashtu Angelina Hamza foli për besimet dhe besëtnitë që lidhen me drujt. Vlora Fetaj Berisha foli për besimet në ritualet magjike, pikërisht për amuletet apo për hajmalit të cilën pra përdoren thellësisht, pra janë ende moderne, se pasi nuk e përmenden, hajmalit ende përdoren, dhe këtë e theksoj me fakte dhe me shumë çështje interesante e nderuara Vlora. Pashtu profesoresha Bukurie Mustafa u paraqit me parashikimet sipas leximit të kockave të kafshëve, domethënë ka raste kur në disa vende e marrin një pjesë të kockës të pulës ose të qengjit dhe në aty e parashikojnë fatin ose bëjnë mënyra të ndryshme nga bestytnit. Pashtu Ideja Azizi foli për emra të cilët kanë të bëjnë me bestytni, dhe me thënë, sikur se dim disa emra i vendojnë për shkak që të mos bëjnë shumë vajza të linje djalë, sikur se janë për shembull fjala shkurte, largime, largesa, fundesa, ka bën me qëllim që djali, fëmia i jashtëm, mbas të dytit, të tretit apo të katërt vajzë të jetë djalë. Një punim, unë e pata animizmi në festat e kalendarit popullor, në atë se si mendojmë neve që një objekt i caktuar, pra qoftë material, sikur se janë pemët, apo edhe perimet, apo se gjërat të tjera, kanë një shpirt brenda vetës, e ta përcjell këtë shpirt edhe brenda trupit të njeriut, apo shpirtit të forcës së njeriut. E nderuara Shenazda Idini Murtezi foli për eufemizmat, apo më saktë foli për atë se si ne i transformojmë disa figura, domethënë objekte të ndryshme nëpërmjet fjalëve. Gjithashtu patë edhe punimet i them shkurt, Jauna Erullau foli për ritualet e martesës, dikush për besimet në natyrë, pastaj besimin e syrin e keq, sikur se tham, për besimet pastaj patën punime të gjëra për në Tetov, besimet besytnit në Kumanov, në Gallap, gjithashtu për martesën të Kosovës dhe shumë e radhë, domethënë ishin shumë punime, kështu që njëkohësisht nga Valdeti Kasapi, Besnik Rameti, Fatime Salovska, Ardian Ramadani, Bekime Adili, Gjafer Cakolli, Rodita Qokadiu, Yulza Rustemi, Arlinda Veliu dhe Minira Demi, i përmenda në mënyrë që të mos mbeten në pas, pra edhe njëkohësisht tema shumë interesante. Ishte mira që në këto konferencë zakonisht mbahen edhe diskutime dhe sugjerime, njëkohësisht domethënë aty përveç që bëhen pyetje rreth asaj se si kanë marrë njerëzit në terren, njëkohësisht edhe bëhen edhe sugjerime se çka i mungon një materiali, të cilët do të botohen në revistët e përvitshme të institutit që quhet Skupi, dhe të cilën të gjithë ata të cilët janë kurioztar për të lexuar dhe për të parë më thellësisht mund të shkarkojnë në vetfaqen e institutit itsh.edu.mk, sikurse këtë edhe njëkohësisht edhe revista Studimet Albanologjike, dhe kjo ishte domethënë ajo sa i përket konferencës. Rini, po e afrohemi fundit të bisedës, gjithsesi do doja edhe një pyetje, le themi për shkurt për fund, sa dim ne, po edhe me sa po dëgjojmë, kategorizohemi, le të themi, popull bestyt. Çfarë tregojnë këto, le të themi, bestytni për neve si shoqëri? Po këta tregojnë që ne jemi të themi një popull që jemi në mes të kaluarës dhe të ardhmës, jemi në një periudhë sikurse shoqëria, sikurse është edhe politika, sikurse janë edhe ndryshimet e ndryshme.
edhe ne jemi në një tranzicion, ndërmjet asaj se si e kemi përjetuar, si kemi trashëguar një të kaluar, dhe të ardhmes, dhe nuk i shohim gjërat, një që janë diçka tabu, është mirë dhe të considerosh besimet dhe besytnit, por ende neve kemi relikte nga e kaluara, ende jetojmë dhe me atë se thjesht të themi nuk i përveshëm i punës, po ka njerë besojnë tek fati, edhe pse nuk është keq të besosh në fat, në fatin që ta sjell si e përditshme, ashtu edhe ajo që është e shkruar, mirë po besoj që çdo gjë duhet bëhet vetë, duhet me punë, me gjëra të tilla, edhe pse është mirë të studiosh edhe mendimet e tanishmit, besimet nga praktika e sotme, se si ata përjetojnë dhe besytin njëkohësisht. Unë falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi tjeso me ne, vërtet kënaqësi që të kisha në emision, uroj që ritakohemi sërish për të tjera tema dhe për të tjera diskutimet. Falenderoj edhe një herë. Kërkoj falje që nuk isha prezent aty, po për shkak që subjektive, besoj që era tjera do të jemi bashkë. Falenderoj edhe një herë. E tash të dashur, unë ju përshëndes edhe për sot duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme në rishimi sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.